Depolitizimi i arsimit është njëra nga temat në të cilat kanë folur kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe ministri i arsimit dhe shkencës Vesna Janevska. Kreu i komunës Bilal Kasami, duke folur për këtë temë, tha se personalisht angazhohet që arsimi të mos ketë lidhje me politikën dhe arsimtarët dhe personeli i angazhuar të mos jenë të obliguar të marrin pjesë në përmbledhje politike dhe fushata. Kasami mes tjerash tha se në mandatin e parë, sa ka qenë kryetar komune, 300 arsimtar kanë marrë vendime pune të përhershme. Në mandatin tim gati 300 mësues kanë marrë vendim, domethënë shumë pak janë mësimdhënësit të cilët janë me kontrata të përkohshme, domethënë në bazë të procesit që bazohet në ligj, gjithë ata mësues që i kanë plotësuar kushtet kanë marrë vendime të përhershme. Për çështjen e presioneve që ushtrohet mbi arsimtarët që janë me kontrata në vepër, foli edhe Janevska, e cila tha se është kundër kësaj dhe se e njëjta nuk arsyetohet. Tha se me fëmijët dhe me të ardhmen e vendit duhet të punojnë kuadrot më të përgatitura dhe më të mira. Shtina Tetovo. Jam në dijeni se kanë ndodhur gjëra të tilla. Jam absolutisht kundër kësaj. Nuk ka absolutisht asnjë justifikim. Mësuesit më të mirë duhet të hyjnë në arsim. Ata që janë të motivuar të punojnë me fëmijë, sepse nuk është një punë e lehtë. Ligji nuk është aq i keq nëse nuk abuzohet me të. Do të ketë edhe një ligj të ri për mësuesit. Për ndryshe, arsyeja e vizitës së Janevskës në Tetov është panel diskutimi që u zhvillua në shkollën e mesme të mjekësisë. Kjo është vizita e parë e ministrës së arsimit në Tetov pas përfundimit të procesit zgjedhor lokal.